Ne kemi departamentin për çështje juridike dhe kundër mashtrimit, ku pas publikimit të çdo raporti të auditimit, ky departament e merr dhe shqyrton, dhe aty ku vlerësohet se ka elemente potenciale të veprës penale apo të mashtrimit dhe keqpërdorimit, rasti procedohet tek prokurori i shtetit, njësoj do të thotë procedura sikur të gjitha raportet e auditimit. Normal se presim nga prokuroria e shtetit që të jetë më efikase dhe po ashtu presim që prokurori i shtetit ta respektojë marrëveshjen të cilin e kemi lidhur në vitin 2023, sepse në këtë mënyrë ne vazhdojmë të dërgojmë raste mirë, po nuk kemi dieni, do të thotë për statusin e tyre, nëse janë mbyllur hetimet apo vazhdojnë hetimet apo është ngritur ndonjë akt akuzë.